Stadiumi kombëtar 22.000 vëndësh do të kumbojë mbrëmjen e së shtunës dhe për ato miliona zemra shqiptare anë mban botës, të cilat do ta ndjekin ndeshjen e kombëtares me Serbinë nga ekrani më 7 qershor. Ram Lahaj do të këndojë me krenari për mira zemra Kuqezi. Tenori shqiptar që ka prekur skenat dhe teatrot më të rëndësishme të botës do të çelë ceremoninë zyrtare në prag të sfidës së kuqezinjve. Ram Lahaj ka interpretuar për publik të ndryshëm nga Europa në Australi, por performanca e tij mbrëmjen e së shtunës përpara mira zemrave kuqezi, që do të ndjekin live dhe miliona të tjerëve, që do të jenë të gozhduar përpara ekranit për një nga ndeshjet më të rëndësishme të kombëtares, do të jetë vërtet emocionuese. Federata Shqiptare e Futbollit ka vendosur që t'i besojë tenorit shqiptar dhe një ndër zërave më brillant që kanë interpretuar këngën aq të dashur shqiptare, rrjedh në këngë ligjërime në ceremoninë hapëse të ndeshjes me Serbinë, duke vlerësuar interesin e lartë të shqiptarëve për këtë sfidë dhe për ta ngritur organizimin dhe ndjenjen e fortë kombëtare në nivelet më të larta. Ndaj për ata 22.000 shqiptar që kanë siguruar një bilet fati dhe do të jenë në stadium, magjia e zërit të Ram Lahaj do të kumbojë si një mesazh shprese dhe fitore në ekipit kombëtar në fushën e blertë, ndërsa ata miliona kuqezin që do e përcjellin nga ekrani vargjet e bukura dhe tingujt e këngës shqiptare do të mbushin çdo cep të shtëpisë. Kombëtarja shqiptare do të pres sonte në orën 20:45 në arenën kombëtare Serbinë, sfidë vlefshme për kualifikueset e Kupës së Botës. Kuqezinjtë e Silvinjos vinë besim plot për fitoren për këtë ndeshje të rëndësishme. Aktualisht, Shqipëria gjendet në vendin e dytë të klasifikimit me 3 pikë, ku ka humbur një ndeshje dhe ka fituar të fundit ndaj Andorës, ndërsa Serbia në vendin e parafundit, sepse nuk ka luajtur asnjë ndeshje kualifikuese. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.